Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në edicionin e mesditës. Në Tiranë mbahet sot protesta mbar kombëtare e thirrur nga organizatat e veteranëve të luftës në Kosovë në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s, të cilët po mbahen padrejtësisht në burg në Hag. Protesta që do të nisë në orën 17 në sheshin Skënderbej organizohet me moton "Liria ka emër" dhe pritet të mbledh qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Mijëra shqiptarë kanë ardhur dhe vazhdojnë të vinë nga Kosova për t'u bashkuar tubimit në Tiranë. Kalimi në rrugën e Kombit sot do të bëhet pa paguar asnjë tarif. Qytetarë të shumtë janë nisur nga Kosova drejt Tiranës që në orët e para të mëngjesit për të marrë pjesë në protestën që do të mbahet në sheshin Skënderbej, në mbështetje të ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që prej 5 vitesh ndodhen në paraburgim në Hag. Në rrugën e Kombit sot kalohet pa pagesë. Veshur me uniformën e UÇK-s dhe duke shpërndar mesazhin "Liria ka emër", janë organizuar nga mbar Kosova me autobus dhe makina private për të mbërritur në Tiranë. Vim prej rajonit Dukazhinit, gjithsesi prej qytetit Linës, jemi ushtar të UÇK-s dhe jemi duke shkuar në mbrojtje të vlerat të lirisë dhe prezve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Çfarë prisni nga tubimi ditës së sotme? Është një tubim madhështor, është një sinjal i mirë. Ju ka dhënë gjitha qarqe ndërkombëtare që liria e Kosovës është e fituar me shumë mund, me shumë gjak, sakrificë dhe si e tillë mbrohet me çdo kusht. Kjo është një trajtim i dinjitës që bëhet aty në njerëzve, aty në burra, dhe na kemi një obligim moral të jemi afër tyre edhe sot në këto momente. Mesazhi jonë që shqiptarët të jenë bashkuar në këto stata, pavarësisht bindjeve politike, vlerat e ushtrisë ligjore të Kosovës janë mbi gjitha subjektet, mbi gjitha parimet politike, sepse janë të shenjta. Presëm drejtësinë si gjithmonë dhe i ftoj gjithë qytetarët të vinë sa më shumë aq më mirë. Presëm drejtësi. Janë çlirimtarë që po rrin padrejtësisht atje. Sot jemi nisur nga 8:30 nga Felizoj për në Tiranë, në shenjë respekti për çlirimtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Natyrisht këtë ditë, siç ka qenë protesta në Hag, vazhdojmë në trendin e Tiranë, duke i mbështetur ata për një drejtësi, panshmëri dhe të njëjtën kohë për atë që kanë simbolizuar lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e që në fakt ne ndjemi që ky proces është diçka që nuk i takon të drejtës njerëzore, e natyrisht edhe asaj që çlirimtarët e UÇK-s kanë bërë për të pasur lirinë e popullit të tyre. Edhe jam me bashkëluftar, me familjarë të dëshmorëve, me djemë të dëshmorëve, kemi ardhur sot për të protestuar në Tiranë kundër padrejtësisë që po u bën krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot do t'i bashkoj gjithë shqiptarët, e gjitha trujeve kjo protestë në Tiranë, edhe do të jetë njëra prej protesta më të mëdha që do të mbahet mend. Flamuri amerikan për popullin shqiptar, sidomos edhe për UÇK-n, është shumë, sepse në kohën më të vështirë, NATO-ja në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës na i dha fuqinë UÇK-s edhe erdhi liria. E presim lirimin e luftëtarëve tonë të lirisë, Hashim Thaqit, Kadir Veselit, Recep Selimit edhe këtë aty që janë pafashëm aty. Protesta në Tiranë nis në orën 5 dhe pritet të mbledh qytetarë nga të gjitha trevat shqipfolse. Tubimi e mbështetës në kryeqytetin shqiptar ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Kresniqit dhe Recep Selimit vjen pas atij në Prishtinë dhe Hag. Në rrugën e Kombit vjen të qëndroj kolegja Gjoana Çallaku, ne do të jemi sërish me të në një raportim të drejt për të parë në fakte se si është atmosfera aty. Gjoana. Po habi, mijëra qytetarë të Kosovës në fakt ditën e sotme janë nisur drejt kryeqytetit shqiptar në Tiranë për të mbledhur pikërisht në protestën e thirrur në orën 17:00. Sa i takon dhe lëvizjes së automjeteve qytetarëve, udhëtarëve pikërisht në rrugën e Kombit ku ne jemi pozicionuar që prej orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme, sa vjen dhe rritet nga ora në orë, pasi në fakt po vjen tashmë jemi në mesin e ditës dhe pritet për pak orë që të nisë në orën 17 edhe ky tubim i thirrur
thirrur në emër të ish-krerëve të UÇK-s. Duhet thënë në fakt që të shumë kanë qenë qytetarë të cilët edhe janë prononcuar për ABC News, duke treguar që nga dita e sotme ata presin një tubim masiv në kryeqytet, ku duhet thënë në fakt pas protestave të mbajtura në Prishtinë, po ashtu edhe në Hag, pikërisht kanë zgjedhur kryeqytetin shqiptar për të treguar në mënyrë simbolike, për të treguar edhe një herë që ne jemi një komb pra Shqipëri-Kosovë. Në fakt gjatë ditës së sotme dhe nga intervistat që kemi pasur me këta qytetarë, të cilët janë shprehur që pritet edhe pritshmëritë e tyre për këtë protestë, pretendojnë që të jetë protesta më e madhe e thirrur ndonjëherë, duke bërë bashkë kështu të gjithë shqiptarët, jo vetëm të Kosovës dhe të Shqipërisë, por edhe shqiptarët të cilët ndodhen edhe nga diaspora shqiptare kudo ku flitet shqip. Sa i takon pikërisht vendit ku ne ndodhemi, në fakt edhe fal vendimit të marrë nga qeveria shqiptare ku në sportelet prapa krave të mi të kalohet lirshëm pa pagesë dhe ky shërbim pra duke shmangur kështu edhe pritjen në radhë, por nga ana tjetër duke lehtësuar sadopak edhe xhepat e qytetarëve, është pritur mjaft mirë nga këta të fundit, pas janë shprehur duke thënë që kanë hasur liri, pra duke kaluar dhe pa u pasur asnjë lloj pengese, çka i ka lehtësuar sadopak edhe udhtimin e këtyre orëve ku pritet pra në orën 5 të mblidhen në sheshin Skënderbej. Duhet thënë në fakt që rruga e kombit është mbushur ditën e sotme nga një entuziazëm, ku në fakt ndihen që këtu thirrjet e motos ku mbahet dhe protesta Liria ka emër, duke zbritur nga automatet e tyre, duke u bashkuar me njëri tjetrin dhe duke kërkuar, duke bërë thirrje edhe nëpërmjet medias që të kenë sa më shumë pjesëmarrës në këtë tubim, duke treguar që po bëhet një padrejtësi ndaj vlerave të kombit shqiptar, pasi e kanë cilësuar dhe vazhdojnë ta cilësojnë që po mbahen në mënyrë të padrejtë në dhomat e paraburgimit të Hagës, të krerët e UÇK-s. Duhet thënë që në fakt rruga e kombit është mbushur me simbole të UÇK-s, që nga veshja e cila nuk ka munguar bashkë me shkrimin dhe sloganin Liria ka emër, por nga ana tjetër edhe me flamuj të shumtë, qoftë të UÇK-s, të flamurit shqiptar i Kosovës, por ashtu kemi pas dhe flamuj ndërkombëtar siç ishte ai i Amerikës, dhe u shpreh një qytetar i cili e mbante dhe këtë flamur duke thënë që ne duhet të tregojmë para botës që jemi bashkë dhe për të treguar vlerat tona kombëtare. Mirë, Joana, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Në vijim do të ndjekim një material me qytetarë të Prishtinës, që në fakt janë bërë gati të nisen drejt Shqipërisë, drejt Tiranës për të marrë pjesë në këtë tubim. Ndjekim. Vetura nga Kosova me flamuj kuqezi dhe 3 gërmat UÇK janë nisur orët e para të mëngjesit për në Shqipëri. Këtë të premte, qytetarë nga të gjithë trojtë shqiptare bëhen bashkë në sheshin Skënderbej në Tiranë me thirrjen drejtësi për çlirimtarët. Organizimi i protestës është mirëpritur nga qytetarët, të cilët kanë shprehur vullnetin për të qenë pjesë e saj, duke theksuar se nuk do të lejojnë që figurat luftës çlirimtare të stigmatizohen padrejtësisht. Ata vlerësojnë se kjo protestë është një zë i fuqishëm për drejtësi dhe një thirrje kundër një procesi gjyqësor të padrejtë që po u bëhet i shkrerëve të UÇK-s. Po, mendoj si shkoj. Nëse shkon, me kon kime shku? Valla me gru tem shkoj, kur që po... Qysh pjo duket i gjithë kjo organizimet apo mendojnë që ja vlen? Mirë pun duket. Qytetari Nureddin Shala shprehet me plot emocione, duke pohuar se do të jetë në sheshin Skënderbej në orën 17 për krah mira qytetarëve të tjerë. Kismet për zoti po, veç mos mund sa heq më çupi, edhe më duket edhe i them dikujt na më çu deri në stacion, më hyj në autobus edhe më kthy. E kemi bërë detyrë me shku për mëtër, çka mujmë me bon, po ja vlen, po thonë, qështë ja vlen, edhe mos ja vleft, na me shku me bon, atë në nduhet, pra kur gjë mos vleft apet, kur është në nali sholla. Ka edhe nga ata që drejt Tiranës janë nisur në këmbë, si veterani UÇK, Agim Plashniku. Ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen para burgim në Hag dhe ndaj tyre po zhvillohet procesi gjyqësor në akuzat për krime lufte dhe pengim të drejtësisë. Por kontributi i tyre për çlirimin e vendit nuk është harruar nga qytetarët. Proteste ngjashme organizuar nga veteranët e UÇK u zhvillua edhe në Prishtinë më 7 gusht dhe në Hag më 14 shtator. Shqiptar, kudo që jetoni, kategoritë e dalën nga lufta e UÇK-s ju ftojnë të bashkoheni masivisht në protestën gjithkombëtare në përkrajet e ish-udhëheqësve të UÇK-s dhe të Shtetit të Kosovës, të cilët po gjykohen padrejtësisht në Hag. Protesta do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Të bashkohemi të gjithë pa dallim për të kërkuar drejtësi për çlirimtarët, respekt për sakrificat e atyre që dhanë gjithçka për lirinë tonë. Për çdo sakrificë
Për çdo dëshmor dhe çdo luftëtar, ne do ta mbrojmë lavdin e luftës dhe nderin e UÇK-s. Bashkë kemi bërë luftën, bashkë edhe e mbrojmë. Ju presim në Tiranë. Në Tiranë po mbahet samiti ekonomik Shqipëri-Turqi. Në këtë moment ne ndjekim një pjesë të fjalës së zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Arnavutluk da hoş geldiniz. Zëvendës presidenti nderuar i Turqisë, Cevdet Yilmaz, të dashur zonja dhe zotri, miq, të cilët besoj që këtu duhet ndjeni në shtëpinë tuaj. Ashtu si çdo herë një shqiptar ndihet kur shkel kufirin për të kaluar dhe për të futur në Turqi. Ne shqiptarët kemi një histori të lashtë, jemi autokton në vendin tonë, kemi kaluar shumë, por diçka nuk ka ndryshuar kurrë. Që gjithmonë me vëllezërit tanë turq kemi ecur krah për krah dhe gjithmonë i kemi hapur njëri tjetrit dyert e shtëpive, por dhe të zemrave tona, dhe mbi të gjitha nuk i kemi paragjykuar kurrë zakonet, traditat dhe besimin e njëri tjetrit. Ndaj, sot në këtë sallë ndihem më mirë se kudo, pasi ndihem e mirëpritur në një bashkësi investitorësh, ku me shumë mjeshtri, AIDA dhe ekuivalenti i saj, Musiad, e nisën me 2 video shumë të ngrohta. Po diskutoja me kolegen time, Ministrën e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimin, se sa bukur ishin të dyja videot dhe kush nga të dyja nxirrte më në pa atë që në të vërtet Shqipëria dhe Turqia kanë ndërtuar në shekuj. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju siguroj, veçanërisht ata që kanë vizituar për herë të parë Tiranën, që duhet jem pak ndër ju, që në këto pak ditë që do të qëndroni në Tiranë apo do të vizitoni Shqipërinë, padyshim do të bini dashuri me këtë vend dhe do ta keni të vështirë që të shkëputeni. Ky samit ekonomik është jo vetëm një platformë për të diskutuar mbi investimet, por dhe një pasqyrë e gjallë e marrëdhënieve të ngushta dhe të qëndrueshme që ekzistojnë ndërmjet dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Turqisë. Partneriteti mes Shqipërisë dhe Turqisë është ndërtuar mbi besimin e ndërsjellë dhe vizionin e përbashkët për zhvillim dhe stabilitet në rajon. Sot jam këtu për të forcuar më tej këto ura bashkëpunimi, për të eksploruar mundësi të reja, investime dhe për t'i dhënë një impuls të ri marrëdhënieve tona ekonomike. Arsyet përse një sipërmarrje turke duhet të vi për të investuar në Shqipëri, pa dashur që ta blasfemoj historinë me këtë krahasim timin, nuk ka ndryshuar shumë nga arsyet përse Bayaziti, Murati apo Mehmet, Fatih donin të instaloheshin në Shqipëri. Shqipëria ka një treg dinamik që sjell me vete avantazhe të pakrahasueshme për të gjithë ata që investojnë parat në këto 28.000 kilometra katror. Ne jemi një vend i vogël me hartë, me sipërfaqe, por i madh në mundësi. Si shkruan edhe Hurriet, Shqipëria është shumë më shumë se një destinacion plazhesh. Është një destinacion i ri biznesi. Por bizneset turke, investitorët turk, këtë e kanë zbuluar në rastin më të parë që Shqipëria hapi dyert në fillimin e 90-s. Ne jemi një vend me një kuadër fiskal ndër më të favorshmit në Europë, me përfitime shtesë për të gjithë investitorët e huaj apo sektor të rinj si turizmi, energjia, teknologjia, bujqësia dhe industria,
ku aplikohen përjashtime nga taksat apo lehtësira të tjera tatimore. Për shembull, në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parqet teknologjike apo ato shkencore. Në bujqësi dhe agroturizëm aplikohet 5% tatim të paktën deri në vitin 2029. Industria automotive përsëri 5%, fitim deri në fund të 2029-s. Turizmi është një sektor ku me shumë përpjekje ne po ecim në apat që Turqia ka hedhur 20 vite përpara nesh, duke tërhequr markat elitare dhe duke inkurajuar brendet dhe emrat më të mëdhej të botës. Për të gjithë ata sipërmarrës që duan të replikojnë këtë histori suksesi, duke sjell brende me 4 apo 5 yje në Shqipëri, përjashtohen 10 vjet nga tatimi mbi fitimin dhe taksat vendore. Kinematografia, pjesë e një tjetër procesi, gjithmonë edhe më të fuqishëm të Turqisë moderne, apo fondet e pensioneve janë të përjashtuar plotësisht nga taksat. Më kujtohet një blog i cili tregonte se disa prej aktorëve më të famshëm në Turqi janë pjesa e atij komuniteti prej gati 5 milion qytetarësh që kanë një prejardhje apo origjinë nga toka shqiptare. I kemi të gjithë mundësitë që Ezeli i ri, Biteri e pikëlluar në kërkim të pasionit të humbur apo shokët e Sulejmanit Mallëdhërishëm të flasin shqip. Mirë, kemi ndjekur një pjesë të fjalës së vendit kryeministres Belinda Balluku në këtë forum ekonomik Shqipëri-Turqi. Kalojmë në tjera zhvillime. Presidenti Zelenski takohet sot me presidentin Trump në shtëpinë e Bardhë, ku në fokus pritet të jetë furnizimi me raketa Patriot Tomahawk që Kievi pritet të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ditë më parë, presidenti amerikan pati një bisedë telefonike me Vladimir Putin, ndërsa javën e ardhshme pritet një takim me styre në Budapest. Zelenski tha se diskutimi mbi armët ka detyruar Rusinë të rikthehet në dialog. Kremlini paralajmëroi se një vendim i tillë do të dëmtonte marrëdhëniet mes dy vendeve. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski u takua këtë të premte me përfaqësues të kompanisë amerikane Raytheon, kompani kjo e cila prodhon raketat Patriot dhe Tomahawk që Kievi synon të marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur nga agresioni rus. Takimi vjen vetëm disa orë përpara se Zelenski të mbërrijë në shtëpinë e Bardhë për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump, ku raketat Tomahawk do të jenë në fokus të bisedës. Raketa këto me rreze të gjatë veprimi deri në 2500 kilometra që mund të godasin thellë brenda Rusisë. Një ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump mbajti një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, për të cilin tha se do ta takojë sërish në Budapest, kryeqytetin e Hungarisë, brenda 2 javëve të ardhshme. Kremlini paralajmëroi Washingtonin se vendimi për t'i dhënë raketat Tomahawk Ukrainës do të dëmtonte marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa Moska zyrtare zbuloi se telefonata e së njëjtës ishte mbajtur me kërkesën e tyre. Mbrëmja e kësaj premte e pritet të zbulojë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të marrin vendimin për të furnizuar Ukrainën me raketat vdekjeprurse që mund të godasin thellë brenda Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka mbledhur Këshillin e Sigurisë në Moskë për të informuar ato mbi bisedën e mbajtur një ditë më parë me presidentin amerikan Donald Trump. Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili konfirmoi se vendi i tij ka nisur përgatitjet për samitin Trump-Putin në Budapest, pritet të mbajë një bisedë telefonike këtë të premte me kreun e shtetit rus. Moska nuk ka hequr dorë nga qëllimet e saj maksimaliste për marrjen e 4 rajoneve lindore të Ukrainës, ndërsa trupat e saj vijojnë avancimin në frontin e betejës. Bashkimi Evropian dhe Ukraina e kanë bërë të qartë se nuk mund të ketë marrëveshje paqeje mes Moskës dhe Kievit nëse kjo marrëveshje do të cënonte integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit të Ukrainës. Nga ana tjetër, qendrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndryshuar disa herë përgjatë këtij viti, me Trump që thotë se për të shkuar drejt paqes, të dyja palët duhet të bëjnë lëshimet e tyre. John Bolton, ish këshilltar i sigurisë kombëtare në administratën e Trump, është akuzuar për mbajtje të palishme të dokumenteve të klasifikuara. FBI gjeti materiale sekrete në shtëpinë e tij. Akuzat të lidhen me hetimet pas publikimit të librit të tij kritik ndaj Trump.
Një juri federale në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ngriti këtë të njëjtë akuza penale ndaj John Bolton, ish-këshilltarit të sigurisë kombëtare të presidentit amerikan Donald Trump për gjatë mandatit të tij të parë presidencial, me akuzat se ai ka keq përdorur aksesin e tij në informacionet e klasifikuara të qeverisë amerikane. Departamenti Amerikan i Drejtësisë paraqiti çështjen përballë një jurie e cila vendosë se kishte prova të mjaftueshme për të ngritur zyrtarisht akuzën ndaj John Bolton, i cili akuzohet se ka marrë dokumente të klasifikuara në shtëpinë e tij. FBI amerikane kishte kryer kontrolle në banesën dhe zyrën e ish-këshilltarit të Trump për sigurinë kombëtare për gjatë muajit gusht si pjesë e këtij hetimi. John Bolton, 76 vjeç, bëhet kështu kundërshtari i tretë politik i Trump që përballet me akuza penale në javët e fundit pas ish-drejtorit të FBI-s James Comey dhe prokurores së përgjithshme të New Yorkut Leticia James. Avokatët e John Bolton kanë deklaruar se ish-zyrtari i administratës republikane i ka trajtuar gjithnjë siç duhej çështjet e sigurisë mbi dokumentet e klasifikuara. John Bolton u shkarkua nga administrata e parë e presidentit amerikan Donald Trump në vitin 2019. Në kujtimet e tij të botuara në vitin 2020, në librin e quajtur Dhoma ku ndodhi gjithçka, e përshkroi Trump si një president pa informuar në çështjet ndërkombëtare dhe të udhëhequr kryesisht nga dëshira për t'u rizgjedhur. Shtëpia e Bardhat kohë kishte patitur për të ndaluar publikimin e librit duke pretenduar se përmbante informacione të klasifikuara që nuk ishin verifikuar. Gjykata refuzoi kërkesën dhe libri doli në treg pak ditë më vonë. Pas kësaj, Departamenti i Drejtësisë hapi një hetim për zbulimin e mundshëm të informacionit i cili ishte i ndaluar të transmetohej. Trump e ka përshkruar Bolton si të pavë dhe gënjeshtar duke kërkuar publikisht ndëshkimin e tij. Në gusht i pyetur për hetimet ndaj Bolton, Trump tha se nuk do donte të përfshirë drejt për drejt, por e quajti atë një person të neveritshëm. Bolton, i cili ka shërbyer edhe si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjatë administratës së George Bush, është zyrtari i tretë kritik ndaj Trump që përballet me akuza që nga shtatori. Trump i ka kërkuar në mënyrë publike prokurores së përgjithshme të Shteteve të Bashkuara, Pam Bondi, që të ndiqte penalisht kundërshtarët e tij politik që kishin dalë kundër tij, duke pretenduar se ata kanë kryer krime të ndryshme. Numri i grave të prekura nga kanceri i gjirit në qarkun e Lezhës ka përsuar rritje gjatë këtij viti. Sipas të dhënave të shërbimit onkologjik, vetëm në 9 mujorin e parë janë regjistruar 30 raste të reja. Shqetësues mbetet fakti që shumica e grave diagnostikohen në faza të avancuara kur trajtimi është i vështirë. Numri i grave të prekura nga kanceri i gjirit në Lezhë është rritur. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 janë zbuluar 30 raste të reja, kryesisht në moshën 45 deri në 60 vjeç. Nga eksperienca ime me tepër prej 25 vitesh që ndjek këtë situatë, do thëjë kemi një rritje të lehtë të numrit të rasteve me kancer gjiri nga viti në vit, ndërsa me para 15 vitesh të paktën unë do thëjë që kemi një dyfishim të numrit të rasteve me kancer gjiri. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, mjekët nxesin gra të kryen kontrolle të rregullta. Shkenca ka ofruar dy mundësi: zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit dhe mjekimin e mirë të kancerit të gjirit. Nëse ne do dim të menaxhojmë mirë këto dy situata, sigurisht do të jemi në rrugën e duhur për arsye se kanceri i gjirit është plotësisht i shërueshëm kur e zbulohet herët. Nga janari në tetor janë realizuar rreth 780 mamografi, dy fishi atyre që u kryen në të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Për më tepër njoftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti në Sport Center. Faleminderit që na ndiqni.